Është një shfaqje cila është dhënë paraprakisht premiera në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit në datën 14 maj dhe u përqafua nga publiku me shumë dashuri edhe me shumë entuziazëm, sepse është një shfaqje cila bashkon artin pamor, videon, violoncelin, muzik live klasike, po edhe muzik një çik pop, Madonna, Pink Floyd, për të sjellur çfarë? Për të ndërtuar ura midis të shkuarës dhe të tashmes. Pra unë do të flas për 3 artistë të ndryshëm, dhe se si ata kishin diçka të përbashkët, ishin ose të shumtuar, ose të deformuar, ose depresiv dhe të kompleksuar. Dhe këta artistë kanë qenë Teodor Géricault, Michelangelo Buonarroti dhe Jacques-Louis David, dhe me ata do bëj një paralel me të tashmen në Shqipëri. Po jo çfarë do teme në të tashmen shqiptare, problema sociale, problemat politike. A ka qenë jeta e artistëve në aso kohë, para disa shekuj, 5 shekuj, 3 shekuj më përpara, dhe problemet sociale në të cilën ata kanë evoluar, ka pasur një jehon në Shqipërinë tonë të dashur të sotme,